Ndodhemi në fshatin Larshen, një fshat i lënë në Hares, ku ndodhet pak kilometra larg Tiranës, por për nga realiteti dhe mënyra jetesës, duket sikur është mijëra kilometra larg. Larsheni ndodhet vetëm 22 kilometra larg Tiranës në komunën e Dajtit, por për banorët e tij distanca me zhvillimin duket e pakalueshme. Një fshat piktoresk nga lart, një realitet i vështirë në tokë. Larsheni, që në hartë duket pranë kryeqytetit, në realitet jeton larg vëmendjes, larg investimeve, larg zhvillimit. Në rrugicat e fshatit nuk dëgjon zhurmë makinash, nuk dëgjon zëra fëmijësh që luajnë, dëgjon vetëm zile bagëtish. Tek tuk ndesh disa banor, të cilët po merren me punët e tyre të përditshme. Rruga që të çon në fshat është në gjendje të mjerueshme. Banorët thonë se prej më shumë se 3 dekadash, investimet në infrastrukturë kanë qenë inekzistente. Çakullin e hedhin vet, gropat i mbushin vet, dimrin e përballojnë vet, dhe kur bora dhe balta i sfidon fort, duken ngadalësuar çdo lëvizje. Tum që pritë ka pas majt vet rrugën. Ma dum në volë, shkoj me çakull, si shtoqë rrugën. Kemi jelë në kalësada. Selb, dashe, murë, shkallë, pa ujë. Shkallë që ka dhoni pjesë, me ujtë e shumërisë. Ne e lanë. I kemi kushtet për investime, çdo gjë, por mungon infrastruktura e shtetit. Në rast parë nuk kemi rrugë. Në rast dytë nuk kemi ujë. Ujë nuk ka fare. Nga shteti nuk ka fare. Nëj burim, nëj diçka të vogël, shu që qemë të njëni tjetëri, me mështetin e njëni tjetëri, ose për ndryshe do ikësh në lumin e zden poshtë. Që i thonë një orë të shkosh, një orë të vishë. Rrugë nuk ka, rrugë vetëm për gomerë ku e ka, se makina, mjetet bujësore, gjonë, është vështirë të kalojnë. Larsheni sot është një fshat që jeton mes qëndresës dhe largimit, 22 kilometra nga Tirana, por vite larg zhvillimit. Aktualisht në fshat jetojnë vetëm 13 familje, pothuajse të gjithë të moshuar. Rinia ka ikur drejt kryeqytetit për të siguruar kushte më të mira jetese. Sa të rinj ka ngelur në fshat? 3 vetë. Do hikin ato, si do hiki unë, po së puna i gjonë. Gjina për është, tu i meret. S'ke rrugë tjetër, më kjo rrugë kryesore. Ka vizitorë që vinë? Sa dush ka? Ka njerëz, vinë në fundjava vinë. Sa dush ka njerëz. Po e vetëm rruga, thotë rruga. Si ka ndryshuar fshati ndër vite? Për zotin, keqa thush për fshatin, më përpare tu, na çdo gjë më i bosh në vetë. Që maj menunë. Po të rinj ka në fshat? Ska, më i riu e i që foli para aty. Haj është më i riu. Tjerë, ska. Si që shef tu, së vu dorë fare për 30 vjetë. As me rrugë, as me ujtë pishëm. Ky 71 vjeçar është ende aktiv me gjithë punët e vështira që ka fshati. Kasollja me 30 dele është pasuria e vetme që i ka mbetur. I moshuari nuk kërkon luks, kërkon kushte minimale të jetesës dhe mbi të gjitha kërkon që fshati të mos shuhet. Nuk kam shumë, kam rreth 30 copë. Pretendoj të shtoj. Është shumë race e mirë, kanë pjellë shmërit lartë, pjellin 2 herë në vit. Minimumi i qingjave është 2 dhe maksimumi është 5 qingja për çdo pjellje. Dhe në 5. Di që në Turqi, një dele tek ka pjella 7-8, nuk e di. Tek kam gjuhë nga dikush që është nga Kosova. Brapa meje ndodhet edhe shkolla, në të cilën studiojnë vetëm 2 nxënës dhe vetëm 1 mësuese. Përveç arit të pastët e gjelbërimit, duket sikur këtu nuk ka ngelur më asgjë. Dikur kjo shkollë mblidhte me 10 fëmijë, edhe nga fshatrat përreth. Sot, heshtja ka zënë vendin e zhurmës. Pa rrugë, pa ujë të sigurt, pa mbështetje për bujqësinë, familjet janë detyruar të largohen. Një deklaratë e fortë, një ndjesi braktisjeje që përsëritet nga pothuajse çdo banor.
Jeta e grave në fshat është po aq e rëndë. Kjo 67 vjeçare punon çdo ditë, krah për krah me bashkëshortin. Si e kalon ditën ti? Me punë, shtëpi, bakti, me këta kaloj. Është e përballueshme jetesa? Jo, nuk është e baballueshme. Shumë vështirë. Me kë jetoni ju? Me burrin, Po fëmijët i keni këtu apo jashtë fshat? fëmijët jem Tiranë. Çuni me qera në gota është e martume. Kom çu më punë se s'na del, nuk kemi të ardhura. Nuk na del me majt çunin tu. Këta, i pension që merr ai is del. Ç'a të bësh? I këta kemi. Si janë të ndara punët mes burrave dhe grave në fshat? Po gati se mo burë gru gati se janë. Mungesa e rrugës ka pasoja të tjera, edhe më të rënda për banorët. Tokat bujqësore mbeten të papunuara pasi mjetet bujqësore nuk kanë rrugë. Një tjetër problematik është edhe mungesa e ujit për vaditje pasi lumi Erzen që ndodhet poshtë fshatit thahet në ver. Do vesh motim lumë poshtë ujtin para mas 2 muajsh. Se në 2 muaj ka ujë, mas 2 muaj do vesh atje. Do vesh 6 muaj poshtë në zallë me marr ujë. Si e keni raportin me fshatrat e tjerë? Një lloj janë ta fshatra këtej. Çaj sheftu nga ne më sidomos selbe këta murthe, këta e një lloj. Duket se vetmja mënyrë për të siguruar jetesën mbetet blegtoria. Po të ka një lop, edhe ka marrë dhe unë, i ndihmoj, mbledh unë ca dele kështu ruse, i ka marrë shumë shtrejta bileset e për çmimin që është në Shqipëri, por prap, nuk kam ç'a bëj edhe unë. Përsëri do ik, do marr pleshet dhe ik prap, se nuk shtyhet. Rrugë në për toka s'ka, për ujë s'ka, që të mbjellësh, të korrësh, urdhëra, udh legun. Ble edhe mjetin për të punu. Ku të e qaj? Të shtëpia s'ka vend, 500 metra vend, që të bësh? Edhe martesat janë kthyer në një mision të pamundur. Në Darshen, thuaj se nuk ka më nuse për ata pak djem beqar të fshatit. Nuse për nuse këtu e, harroj për nuse. Këtu ka njëllë beqar qunët. Këtu nuk vjen asnjë nuse në fshat. Po ku po vini? O 40 vjeç që unë i bashkosa, nuk vi. Ku do vi? E lam Darshenin pas, me urimin që të vi sa më shpejt dita kur banorëve të plotësojnë kërkesat ekzistenciale për të pasur rrugë, ujë të pishëm dhe mbi të gjitha, mundësi për të jetuar me dinjitet. Pyetja mbetet, a do të dëgjohet ndonjëherë zëri tyre, apo fshati do të mbetet një tjetër pikë në hartë që shuhet në heshtje?